Zoti Mërtuari, do të flasim për vendimin që ndau gjykatën kushtetuese pranë në dysh një votim 4-4, por që rrëzoi sigurisht politikisht një nga figurat më të forta të qeverisë. Si e keni parë këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe a mendoni se tashmë pezullimi i Belinda Ballukut është goditja më e rëndë ndaj pushtetit ekzekutiv në këto 12 vitet e fundit? Pikë pari, ky vendim tregoi që gjykata nuk pati, ose gjyqtarët e gjykatës kushtetuese nuk patën guximin që ta merrin një vendim 5-3 ashtu siç diskutohet tek Inseti. Ata e rrëzuan kërkesën e kryeministrit Edi Rama thjesht në procedurë, duke ndjekur një procedurë që meqense nuk kishte shumicën për të marrë 5-3, automatikisht e përcaktonte një shumë qartë që do refuzonte kërkesa. Për sa i përket kësaj nga ana e qeverisë, kjo është një goditje për Edi Ramën dhe si të kemi theksuar edhe tek intervista e fundit, këtu me rastin e zonjës Balluku thjesht kanë rënë e gjithë propaganda që ata ngritën mbas reformës në drejtësi që u bën në vitin 2015. Ku mas në çdo ngjarje, mas çdo individi të qeverisë, pra duke kujtuar që nga ish-ministri zoti Tahiri, Fatmir Xhafaj më mrapa, Erion Veliaj vetëm një vit më përpara, ku të gjithë apo edhe zoti Rametaj e lenin drejtësisë që të merreshe me këtë dhe kryeministri bënte për sa i përket drejtësisë si institucion, pra tek prokurorët e SPAK-ut apo tek gjyqtarët e GJK-s. Në rastin e zonjës Balluku, gjithë kjo propagandë e madhe që drejtësia po bën punën e saj dhe kemi një reformë në drejtësi ra, sepse Rama personalisht u mor dhe duke bërë presion edhe ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, siç i ka kërcënuar gjoja me atë, po duan paga, po duan të hanë gjithë buxhetin e shtetit, apo duke bërë detale edhe në parlament, në mbledhjen e fundit të parlamentit ku i sulmoi drejt për drejt prokurorët e SPAK-ut. Pra të gjitha këto që tregojnë që ai ishte shumë i rrezikuar nga kjo që po ndodhte me zonjën Balluku, ishte në presion dhe duke bërë një presion shumë të madh, të cilën siç duket dhe gjykata kushtetuese e ka bërë diçka. Pra ky presion i ka ndikuar tek votat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe fakti që ato e kanë lënë si thua barazim 4-4, ka thënë bëni çfarë të doni. Realisht nga njëra anë kjo është një precedent që në raste të tjera kur mund të shkelet kushtetuta dhe një palë tjetër, në këtë rast jo kryeministri, pra zoti Rama, pra një palë tjetër që mund të ketë të drejtë, në një rast të tillë që mund të ndahen prapë 4-4, dorëzohet një kërkesë e drejtë. Në këtë rast ne gjykojmë që është në favor të SPAK-ut, pra kjo rënje 4-4 e kërkesës së kryeministrit Rama, dhe do të procedohet më tej tani me imunitetin e zonjës Balluku, që sot mas asaj çfarë ndodhi dje në gjykatën kushtetuese është thjesht një deputete që e mbron imuniteti akoma derisa të bëhet mbledhja në Këshillin e Mandateve dhe derisa të votohet në parlament. Ndërkaq, zoti Mërtullari, sigurisht që kur drejtësia dhe politika përplasen ballë për ballë, zakonisht dikush do ta humb pushtetin dhe në këtë rast është vetë kryeministri shqiptar Edi Rama i cili humbi betejën më të rëndësishme përballë drejtësisë, pra pikërisht me rastin e zonjës Balluku? Zonja Balluku ishte ministrja më e fortë pra krah Ramës, ishte edhe zënës kryeministre, ministri i infrastrukturës, drejtonte një nga ministritë me buxhetin më të madh. Mendohet që në këto 4 vitet e fundit të jenë shpenzuar me tendra rreth 2 miliard euro, pra do të themi që kishte ministren dhe personin më të afër, pra krahun e djathtë, dhe me rënien e Belinda Ballukut, të gjithë projektorët dhe të gjitha, domethënë janë ngritur shkallë, tani i ka ardhur Rama edhe kryeministrit Rama dhe sigurisht betejë ka qenë madhe për të mbrojtur zonjën Balluku, në vetvete tregon që edhe është frikë që mas Ballukut kush e ka radhën, pra radha i vetme që i ka ngelur tani mbas të gjithë këtyre kryeministrave, kryetarëve të bashkive, deputetëve apo të gjithë
drejtues të tjerë të institucione shumë të rëndësishme të shtetit, të cilët janë përballur me drejtsinë, i vetmi person i cili tani i ka ardhur radha është kryeministri, pra zoti Rama, dhe pikërisht e gjithë kjo ka bërë që Rama të investohet vetë personalisht për të mbrojtur zonjën Balluku. Por besoj që me rënien apo me vënien përpara të drejtësisë të zonjës Balluku, edhe Rama ka një humbje shumë të madhe, sepse tani do të jetë tashmë i zbuluar, është personi që është i lidhur drejt për drejt me zonjën Balluku, edhe të paktën tek ato sa janë zbuluar nga dokumentat që janë nga mesazhet në dosjen e zonjës Balluku, të çon intuita që personi mbrapa është edhe zoti Rama. Në fakt, zoti Myrtollari, tuneli Llogaras unaze e madhe dhe ndërkaq edhe tendera me miliona euro janë tashmë në lupën e SPAK. Mendoni se tashmë është shembur e gjithë skema e madhe infrastrukturore e ndërtuar nga vetë qeveria Rama? Të jemi realist, është denoncuar me vite nga opozita, të gjithë të skema kanë qenë të ditura, por ajo çfarë tani është bërë e pambrojtshme dhe as propaganda investimi në propagandën qeveritare për të mbuluar të gjithë këto afera korruptive, nuk po bëjmë më punë, edhe ajo çfarë tani ka ndodhur, si me rastin e zonjës Balluku apo dhe me kryeministrin, është që fjalët e tyre dhe propaganda e tyre nuk po ngjit më. Dhe ajo që është denoncuar ndër vite nga opozita, tashmë është bërë shumë e qartë dhe është bërë publike edhe për njerëzit për ta kuptuar, domethënë. Po t'i rikthehemi shumë denoncimeve të viteve 2020, 2021, 2022, 2023, kemi dali që pas kanë qenë të gjitha të vërteta nga këto investigime që po dalin tashmë nga SPAK-u apo nga këto skemat korruptive që janë zbuluar deri më tani. Ndoshta këto do të jenë një manual për të mos ndodhur përsëri, po urojmë që drejtësia të shkojë deri tek skema më e vogël e korruptimeve, apo mos më lënë asnjë gjë më të pazbuluar për publikun, që të mos na përsëriten përsëri këto lloj skemash korruptive, me këdo që do vinë më mbrapa këtyre në qeveri. Në fakt, në këtë votim që ndodhi pra në gjykatën kushtetuese 4-4, zoti Myrtollari, pyetja që ndau, le të themi, gjyqtarët pra në dy anë ishte imuniteti politik apo përgjegjësi penale, dhe mendoni se në këtë rast ministrat dalin mbi ligjin apo ky rast ndoshta vendos edhe një precedent rrezikshëm për çdo antar tjetër të qeverisë? Unë siç e thash, domethënë, fakti që kjo doli 4-4 ka dy anë. E para disaj, do të themi që fitoi SPAK-u për faktin që e kishte pezulluar zonjën Balluku nga pozicioni i ministres infrastrukturës dhe zëvendës kryeministres, por nga ana tjetër, siç e theksova, është shumë i rrezikshëm si precedent në rast se gjykata kushtetuese që është në nivelin më të lartë, pra është ajo që mban balancat e sistemit të drejtësisë, që mban që të funksionojë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nëse ajo nuk shprehet për një ngjarje kushtetuese dhe thjesht e lek të rrezohet me procedurë, ky është një precedent shumë i rrezikshëm në rastet e mëvonshme. Pra nëse do kemi një rast tjetër ku është shkelur Kushtetuta dhe po themi në këtë rast opozita apo disa qytetarë e kundërshtojnë këtë shkelje, pa presionin që i ndodhi gjykatës kushtetuese tani mund të marrë një vendim kundra apo mund të argëzojë me një vendim me një votim 4-4, dhe kjo do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm. Pra, gjykata kushtetuese, nëse SPAK-u kishte të drejtë, që në këtë rast besojmë që kishte të drejtë, duhet të kishte marrë një vendim 5-3 dhe për mos ta lënë këtë si një precedent që do të ndodhin herë të tjera me një votim 4-4. Pra, po flasim për Kushtetutën që është në niveli më i lartë, edhe gjykatës kushtetuese është në niveli më i lartë që arrin dhe jep vendime që janë të kushtetutshme apo jo, këto vendime të marra nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Prandaj precedenti realisht është shumë i rëndë, por urojmë që të mos ndodhi përsëri. Besoj që me rastin Balluku të jetë i fundit. Ndërkaq, zoti Myrtollari, mendoni se do të guxojë tashmë mazhoranca të votojë arrestin e një ish zëvendës kryeministreje? Realisht, siç ka ndodhur edhe me të tjerët, ata nuk është se kanë diskutuar, pra, si me zotin Tahiri, si me Erion Velia, Erionin nuk ishte imunitet, por si me
ato personazhet e tjera, pra edhe me zotin Berisha që ka qenë i hoq mandati kështu, nuk besoj që do kishte, domethënë do i binte përsëri një barë e madhe politike për ta mbajtur nëse s'do ta votojnë. Çfarë nuk presësh nga këta, unë nuk po them që nuk pret nga këta, nuk presësh çfarë do lloj mund të bëhen edhe barrierë për ta mbrojtur zonën Ballukut, pra që mbrapa mund të mbrojtë edhe zoti Rama, por realisht duhet të ishte thjesht një formalitet votimi për t'i hequr imunitetin, sepse imuniteti nuk do të thotë që parlamenti po e arreston zonën Balluku. Atë do ta vendosi gjykata GKK-ja, pra gjykata speciale, që është në kushtet për t'u arrestuar apo jo, pavarësisht kërkesës që ka bërë SPAK-u. Pra kjo do të jetë diçka që e një pushteti që në një demokraci do të jetë i pavarur, pra pushteti gjyqësor, me pushtetin legjislativ që është parlamenti. Në këtë rast besoj që do të ishte thjesht një formalitet. Ajo për çka zonja Balluku akuzohet nuk është për një veprimtari që ajo po e kryen në parlament, por është për një veprimtari që ajo po e ka kryer në qeveri, pra në ekzekutiv. Akuzohet për keq përdorim të fondeve, për shpërdorim të tyre, për paracaktim të tenderave. Pra këto akuza ajo duhet t'i mbrojë në gjyqësor dhe nuk mund ta përdori dot imunitetin, pra që ka si deputete, si ligjvënëse, për të mbrojtur për një shkelje që ka bërë në ekzekutiv, që e ka bërë në vendimmarrje duke qenë ministre. Dhe logjikisht duhet votohet, por këtë do t'ja lëm mbledhjes së ardhshme të parlamentit, ku do ta vendosi. Unë besoj që tashmë me atë që ndodhi dhe në gjykatë kushtetuese do të votohet, por çfarë nuk mund të presësh. Është qartë. Por ndërkaq, në këtë rast pra, me zgjidh këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, mendoni se tashmë qeveria e kryeministrit Rama ndoshta po hyn në fazën e tij më të rrezikshme të përballjes me drejtësinë e re? Unë mendoj që qeveria Rama duhet kishte shumë kohë më përpara, duhet të kishte dhënë dorëheqjen në formë morale. Pra, që do të thotë, vetëm për shkak të gjithë këtyre skandaleve që kanë ndodhur, në një qeveri, në një shtet normal perëndimor, ku ndodhin kaq shumë skandale, do të duhej që qeveria të jepte dorëheqjen dhe të përballte me drejtësinë, pa imunitetin e deputetit, duke qenë i gatshëm për të përballur me çfarë do lloj, nëse ata s'kan bërë asgjë, do të ishte as fak, asnjë problem. Por nuk mund të përdoret dot as imuniteti i deputetit, as parlamenti për të mbrojtur ato afera korruptive që janë bërë në këtë qeveri. Besoj që kjo fazë e cila ka hyrë deri më sot ishte diçka e paimagjinueshme ndoshta edhe për vetë qeverinë që do të arrinte në këtë lloj nivelesh. Dhe të jem realist, pa ndryshimet në geopolitikën, unë nuk besoj që do të kishin ndodhur këto, pavarësisht se kjo tash është thjesht një opinion im, nuk është subjektive, por besoj që po mund të kishin ndodhur ndryshimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera të botës perëndimore në aleatët tanë, nuk do të kishin ndodhur këto që ndodhen edhe në sistemin e drejtësisë, pra me këto hetime që kanë shkuar në këto nivele kaq të larta. Ndërkaq, zoti Myrtollari, si e ke parë edhe reagimin nga ana e opozitës sa i përket këtij votimi në gjykatën kushtetuese? Të jem realist, ne nuk e kishim besimin që do votonte 5-3 për të arzuar kërkesën e Ramës, edhe po prisnim që të mbronte zonja Balluku në gjykatën kushtetuese për shumë arsye, për gjithë të presionin e madh që ishte bërë gjatë gjithë këtyre kohëve dhe për të gjithë zvarritjen e madhe që është bërë procesit, sepse realisht e gjithë hetimi është cënuar me këtë zvarritje të procesit nga ana e mazhorancës dhe Partia Demokratike, opozita në vetvete ka pasur shumë pak mekanizma për të bërë diçka. Pra për ta shpejtuar heqjen e imunitetit dhe për ta vënë përpara përgjegjësisë zonjën Balluku përballë drejtësisë. Partia Demokratike është munduar me gjithë mekanizmat e saj që ka, por në këtë rast ka pasur një blokadë shumë të madhe nga Partia Socialiste, do të thënë do të jemi shumë të sinqertë, faktet janë aty dhe flasin vetë që duke filluar nga kryetari i Kuvendit zoti Niko Peleshi,
tek kryeministri Rama dhe zoti kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste zoti Balla, të gjithë kanë qenë një buroj për të mos i hequr imunitetin zonjës Balluku. Partia Demokratike përballë këtyre fakteve vetëm mundësi ka pas denoncimin publik dhe organizimin e protestave për të ushtruar një trysni ndaj qeverisë për mos e mbrojtur më zonjën Balluku. Dhe këto besoj që janë bërë me aq mundësi sa kemi pasur në mënyrë më të mirë. Mendoni tashmë se mbas këtij vendimit të gjykatës kushtetuese zoti Mirdollari, Shqipëria do të hyjë ndoshta në një krizë të rrezikshme kompetencash mes gjyqësorit dhe ekzekutivit? Nuk besoj, domethënë, në këtë demokracinë tonë të brisht apo në këtë tranzicionin tonë të zgjatur, ende nuk kemi arritur të krijojmë institucione plotësisht pavarura. Që të jetë një demokraci funksionale, duhet të kemi një pavarësi të legjislativit, pra të parlamentit, të ligjvënësve, një pavarësi të ekzekutivit, pra të qeverisë, të pavarur dhe në kontroll nga njëri tjetri, gjithashtu dhe të sistemit dhe të pushtetit gjyqësor. Kjo ka munguar në Shqipëri, të jemi realist. Këtu në Shqipëri për momentin kemi të instaluar një parti shtet, pra një kryetar partie që arrin dhe kontrollon gjithë parlamentin, kontrollon të gjithë ekzekutivin dhe duke pasur 2 pushtete në dorë, ai arrin dhe të ushtrojë trusni edhe tek pushteti i tretë që është pushteti gjyqësor. Unë mendoj që me këtë lëvizje që ndodhi tani, me këtë vendim të gjykatës, pra me këtë votim, pra me këtë precedent që ndodhi në gjykatën kushtetuese, thjesht u ndalua trysnia deri diku e pushtetit ekzekutiv ndaj gjyqësorit. Unë mendoj që kjo që do ndodhi tani më mbrapa do të jenë përpjekje të partisë shtet, pra të zotit Rama, për të vënë përsëri në kontroll pushtetin gjyqësor. Por a do t'ja dali kjo, pastaj do të jetë një sfidë më vete si për atë, si për publikun, apo si për votuesit edhe për Partinë Demokratike, për të mbrojtur kushtetueshmërinë dhe demokracinë në Shqipëri. Opozita ka vite që ka nisur një betejë për një demokraci funksionale këtu në Shqipëri dhe ka qenë betejë e saj, ndoshta është paragjykuar jashtëzakonisht shumë, edhe kur ka sulmuar gjyqësorin apo drejtësinë, por kjo nuk ka qenë në konceptin sepse Partia Demokratike nuk do drejtësinë apo nuk do pushtetin gjyqësor apo për X persona për Y person. Kjo ka qenë thjesht në parim për të mbrojtur pavarësinë e gjyqësorit dhe për të ndarë të 3 pushtete, pas të cilit ketë kontroll mbi pushtetin ekzekutiv, pra pushteti gjyqësor ketë kontroll mbi pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin ligjvënës dhe anasjelltas. Këto pushtete kenë kontrollin të ndërcjellët ndaj tyre. Kjo që ka ndodhur tashmë do na fusi në një fazë të re, që besoj do të ishte shumë më shëndetshme për demokracinë në Shqipëri, nëse do të kishte një ekonomi, pra nëse do të kishim një, si do thuash, një qeveri teknike e pa ndikuar nga Edi Rama, i cili është një personazh që ka arritur dhe ka bërë të mundur që të kontrollojë çdo gjë. Domethënë ta kontrolloj ai personalisht, pra të krijojë një shtet që është e drejtuar nga një person i vetëm, pra për të krijuar një autokraci. Është shumë e rrezikshme që ai të vazhdojë të jetë akoma në pushtet. E qartë. Mirë, zoti Mirdollari, nga ana tjetër kemi pasur edhe një vizitë rëndësishme në vendin tonë, ku komisioneri për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Berner ka dhënë një intervistë pas vizitës së tij në Shqipëri dhe synimet europiane ndaj vendit, por procesin e integrimit dhe për sfidat e Shqipërisë pra në raport me të gjithë drejtësinë dhe emigracionin. Reforma në drejtësi është përmendur sërish pra si një pikë these për Shqipërinë dhe mendoni se tashmë Bashkimi Evropian e konsideron këtë reformë të pakkthyeshme dhe vendimtare për të gjithë procesin e antarësimit në Shqipëri mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit që po ndodhen? Atë partnerët tanë si Bashkimi Evropian, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë gjithmonë në mbështetje të reformës në drejtësi, dhe besoj që reforma në drejtësi nuk përfundoi në 2015, ka nevojë shumë të përmirësohet, ka problematika jashtëzakonisht shumë të mëdha për sa i përket si zhvendosjes së gjykatave të apelit nga qytetet i ka sjellë të gjitha në Tiranë, nuk jepet dot shërbimin në qytetet apo atje ku ndodhin ngjarjet, ka një numër shumë të madh të dosjeve për sa i përket gjyqeve civile, ka shumë persona të cilët janë
të arrestuar, por akoma jo të pa dënuar, janë në proces hetimi, gjyqe që zgjasin për shumë vite. Tani, ne kemi nevojë shumë për një drejtësi që të jetë e pavarur dhe të kemi drejtësi reale, pra të barazi para ligjit, ndaj çdo personi në Shqipëri, por gjithashtu kemi nevojë që t'i japim edhe një shërbim gjyqësor që të mos jetë të zgjatur. Pra, jemi me parimin që një drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Drejtësia duhet të jepet në një kohë relativisht të shkurtër. Dhe këto ne kemi nevojë për një reformë apo për ta përmirësuar këtë reformë. Mund ta quajmë si të duam, por një reformë tjetër në drejtësi, që të jetë një reformë e cila të japi një shërbim qytetarëve dhe t'i mbrojë paraligjit në mënyrë të barabartë, pavarësisht se kush ndodhet përballë saj. Ne e dim, zoti Myrtollari, që vlerësimet për rezultate të prekshme nuk vijnë shpesh nga ana e Brukselit. Mendoni se i gjithë ky sinjal është tashmë i qartë pra se Bashkimi Evropian pret vijim, por ndërkaq edhe thellim të hetimeve në nivele më të larta? Natyrisht ata, duke u referuar pak edhe rasteve si të Kroacisë, ashtu të Bullgarisë dhe të Rumanisë, që janë pak a shumë të ngjashëm, vijmë edhe nga njëjti rajon, nga rajoni i Ballkanit, ku hyrja në Bashkimin Evropian të këtyre vendeve është shoqëruar me një reformë në drejtësi dhe gjykim të niveleve shumë të larta. Kujtojmë këtu rastin e ish-kryeministrit të Kroacisë, i cili u dënua rreth 11 vite burg, ku kreu 8 vite nga i dënim. Pra, relativisht për një drejtues shteti janë goxha vite, dhe në një vend si Kroacia, pra. Duhet të themi që Kroacia ka përparuar shumë, ka hyrë në Bashkimin Evropian për një kohë të shkurtër, është futur në Eurozonë, pra ka marrë edhe monedën euro, dhe ky proces është shoqëruar natyrisht edhe me hetime dhe dënime të niveleve shumë të larta deri tek rasti i kryeministrit. Kam përshtypjen që ky është shembulli që po ndiqet edhe me Shqipërinë, nga Bashkimi Evropian, pra po kërkon reforma shumë të thella dhe po kërkon vepra, nuk po kërkon thjesht disa letra, disa dokumenta, pra thjesht për të kaluar radhën. Shqipëria ka një proces shumë të rëndësishëm përpara dhe duhet të bëhet me veprime dhe jo thjesht për të syve faqe, se po themi duhen bërë. Kam përshtypjen që do jenë shumë serioze, po këto nuk mund të ndodhin dot me Edi Ramën kryeminist. Është zakonisht shumë vështirë. Prandaj edhe Partia Demokratike ka kërkuar nëpërmjet protestave të saj, nëpërmjet daljeve publike, një qeveri teknike që të kryejmë një reformë zgjedhore, një kod zgjedhor të përshtatshëm për Shqipërinë, një reformë territoriale që të jetë në funksion të shërbimit të qytetarëve dhe jo në funksion të elektoral të një partie. Këto gjëra janë shumë të nevojshme të bëhen pa Edi Ramën kryeminist dhe më pas dilem drejtësisë që të bëjë punën e saj. E qartë. Mirë, zoti Myrtollari, për ta mbyllur, ndërkaq mbas këtij vendimi në gjykatën kushtetuese, cili do të jetë objektivi i Partisë Demokratike? Tani, Partia Demokratike ka vetëm një objektiv, krijimin e qeverisë teknike, pra dorëheqjen e kryeministit Rama, pas gjithë këtyre skandaleve që ka, nuk ka më moral politik për të drejtuar vendin. Nuk mund të fshihet më mbrapa disa zgjedhjeve që të gjithë i dinë kush, pavarësisht çfarë thuhet në media, pra në rrugë private, i dimë se si ka ndodhur dhe çfarë zgjedhjesh ishin. Nuk mund të fshihet dot më mbas atyre zgjedhjeve. Morali politik ka rënë kur bashkëpunëtorët e tij më të afërt janë të akuzuar për korrupsion, ka mesazhe, ka prova. Për këtë dhe objektivi i Partisë Demokratike dhe në protestat e saj do të jetë kërkesa për një qeveri teknike, e cila do të drejtojë dy reforma shumë të rëndësishme përpara se sa të shkojmë në zgjedhje, reformën territoriale dhe në shërbim të qytetarëve dhe jo në shërbim të një partie për interes elektoral, si dhe një kod zgjedhor që të kemi një sistem ku vota e qytetarit vlerësohet dhe të ndahet në mënyrë proporcionale për të shërbyer atij në parlament. E qartë. Mirë, zoti Myrtollari, kemi arritur. Pra për ta përmbledhur, këto janë kërkesa qeveri teknike dhe bërja e reformës territoriale dhe kodit zgjedhor.